Mirë se na gjetët sërish këtu në podcastin tonë, mirë se ju gjetëm. Barbers Podcast, këtu unë me Albin, profesor Albi, profesor Lucieni, sot jemi me qarjen e halleve. Ku të shkojmë ne pa qa halle, ata hallet që janë shumë të mëdhaja, ata që janë kështu që nuk mahen dot. Kemi morë përsipër me majt hallet, po ta shihni nga era funit që kemi majt hallet, po jemi zhduk gati i muj rresht. Se si manim dot. Ishin ndron da keq fare, po kush e dite që u majshin. Ca halle unë, ca halle ti, i kemi majt kështu me Ca i lam rrugës tu herë, aty i lam rrugës fare. Tashi, po ja dolëm. Sot do qajmi hall që është shumë i madh. E ke vënë re se sa ignoranta kemi rrumullak. E ke vënë re se sa ignoranta me shkollë që kemi rrumullak, më mirë të qartësohemi. Kjo është e dur, po. Pa fund. Pa fund dhe kemi gjitha ne, është nga herë ndihesh me fat se i ke ignorantat në punë. I ke në farefis. I ke gjitha ne në për shkolla. Imagjino ti tash shkosh ti ke shkolla fëmijës tat atje, edhe ta kesh zyshën kokra ignorantes. Po. E ti tu diskutu aty, dhe ti i thu që mësuese i thu, fëmia im është ndihet si jashtë toksor sepse tjerët gjithë përdorin fjalë pista, janë shumë të shi. Duhet përshtatet fëmia. Përshtatet fëmia jo thot aty. A e shikon që ka një zgjidhje? Super. Ignorantët të japin super zgjidhje. Sipas mënyrës tyre, ama ta japin super zgjidhje. Po të fjalë. Kështu që këtë duhet bësh. Të këshillosh fëmijën të afërmin që të përshtatet, qoftë e mirë apo e keqe. Në shumicën e rasteve e keqe, po prap duhet përshtatet. Unë sugjeroj të bëjmë edhe, ose më saktë të bëjnë mediat, edhe po e bëjnë, domethënë bëjnë sa më shumë reklama për ignorancë. Domethënë që ignoranca të trashet dhe të zhvillohet më shumë. E kuptoj. Domethënë ti je për shembull ke parasysh si merr për shembull diploma për shkollat, master, po, të morësh master për një ignorancë. Ose doktoratur, jam ignorant, jam doktor. Jam doktor ignorant, ke sa dush, ke dentista ignoranta, doktor ignoranta, ke sa po psikolog ignoranta. Ajo është paradoksi. Psikolog ignorant, ti shko atje, edhe të thot halli që ti ke nuk është hall. Edhe ti fillon menosh aty thot, a është hall apo është hall? I ka ndodhur një shoku tim, ka shku në psikolog ai kur ka qenë adoleshent. Edhe i thoshte psikologja, më thuaj çfarë të shqetëson? Më shqetëson thoshte marrëdhënia me marrëdhënia me mamën. Mos i fol me mamën. Super. Çfarë të shqetëson tjetër? Më shqetëson marrëdhënia me motrën. Mos i fol me motrës. Më shqetëson marrëdhënia me këtë, më shqetëson marrëdhënia me atë. Ndau psikologja 15 vjeç tipi, ndau nga gjithë njerëzit. Po sepse ka qenë me parimin që vetja mbi të gjitha. Po. Vetja mbi të gjitha. Shih veten. Shih veten. E vërtet. Si e sheh veten nëse e vetëm? Ai vrau veten. E pas ka pa. Si do ke dhënë një dorë psikolog. Me shumë mundësi. Po. Kjo është një gjendje katastrofë, sepse kjo ignoranca përveç situatave të jetës që është shumë e tepruar, kjo hyn edhe ke pjesa punës. Tash sa ndikon pjesa e ignorancës ke profesioni i berberit. Sa ndikon pjesa e ignorancës. Okej, tani po të flas si mësues. Ne të dyve na i bën pak më të vështirë pjesa e ignorancës te profesioni i berberit. E kupton? Sepse e dim shumë mirë, kemi rastisur shumë kursantë që nuk është se kanë qenë aty ku duhet, nuk kanë qenë shumë të shkafët, ose nuk i kanë kapur mësimet ose gjërat shpejt. Po thjesht na është dashur pak më shumë punë, ndonjëherë pak më shumë rreptësi ose ngritje zëri për t'i treguar që edhe pse ti je ignorant, prit se jam unë. Domethënë jo se jam unë ignorant, po prit se jam unë këtu që po të them këtë dhe deri diku me dhunë kemi vendosur atë nivelin e duhur që edhe ata ignorantët që ti quajmë, se nuk më pëlqen që ti quajmë kursantët ignorant, por që
ignoranca Kanë nuk arritur aty ku nuk është status, ai nuk është se për shembull ka fituar të statusin ignorantit dhe nuk është bëhet. Ignoranca hy më shumë ke smundjes. Po. Domethënë nëse ti je ignorant, je njeriu smur, e ke nevojë për ilaç. Dhe ilaçi është marrja e dijes. Dhe dia merret me libra. Me Me profesor, me mësues, si dush të i boja. Mendoj që libri nuk është vetëm ilaçi i ignorancës, po është ilaçi i gjithë shkaje që ka të bëjë me ne. Është ilaçi i komunikimit, është ilaçi i diturisë, është ilaçi i mënyrës mendimit, se si ti mendon, mënyrës tënde të shprehurit, është ilaçi i prezencës tënde. Mendoj që libri është ilaçi i gjithave. Unë do të përmend disa raste, për shembull që kanë bënë me ignorancën. Kam pa berbera për shembull që kanë vite, shumë vite në profesion, edhe kam pas se si e trajton për shembull një ditë komplet, ditës punës vet. Ajo ditë ka shku për mu të paktën ishte po mos u merrsha me një gjë në momentin që unë nuk isha punë, për shembull pikturoisha në një gjë ose të lexoisha në një gjë, për mu do më shkote i ditë jetë dom. Domethënë. Kështu do ta konsideroje ti. Po, pse? Sepse ishte ky berberi që gjatë gjithë kohës kishte ose muhabet femrash, domethënë, ose ngjarje të trilluara jo mirë, domethënë ngjarje të trilluara pa garnityr, pa krip. Domethënë ngjarje që sepse të përshkruash diçka cilën nuk e ke jetu, është e pa vlerë. Domethënë nuk mundesh do ti mund të bësh diçka të ngjashme si ajo që ke jetu dhe të besohet. Po të përshkruash diçka që ti nuk e ke përjetu si ndjenjë, del boshe. Normalisht. Edhe nga gjërat e tjera pastaj domethënë, siç thash, përdorimi i fjalorit skandal, domethënë dhe ky që gjatë gjithë kohës përmend se si del me shoqërinë gjatë gjithë kohës, se shko këtu e shko atje, ndërkohë nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 darkës të punu aty. Dhe gjithë klientët e dinë që ky punon nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 darkës, domethënë kur është kjo koha që ti mund dalësh, një ignorancë e egzageruar, një ignorancë domethënë pa kufi, dhe mund të them që se di domethënë e ke parasysh atë tregimin e Dino Buxhatit që hypi në spital ai në kat funit e filloi të zbrit kat. Ky domethënë ishte kështu duke zbrit kat për kat, tu përkeqësu gjendja e këtij tipi. Derisa vdiq. Po, në fund fare maro. Pse? Sepse ti nëse nuk ke diçka për klientin, nëse nuk ke se çfarë të flasësh me klientin, ai klient do të mërzitet, sepse jo çdo klient vjen për të marrë shërbimin e qethjes ose shërbimin përgjithësi. Shiko, këtu nuk i vë shumë faj, sepse gjithmonë edhe kjo pjesa varet gjithmonë ku ke mësuar, e kupton? Varet gjithmonë ku e ke mësuar profesionin. Nëse ti profesionin e ke marrë në një berberane, normalisht që kështu do sillesh. Sepse nuk të ka mësuar etikën e punës, nuk ka mësuar rregullat, nuk ka mësuar që ty në sallonin tënd nuk të lejohen fjalët banale, nuk lejohet shash. Edhe pyetjet që ti duhet i bësh klientin, edhe mënyra se si ti duhet sillesh me klientin është ndryshe në berberane. Pastaj jashtë derës berberanës, si dil, shaj, bëj çfarë duash, është jeta jote, mënyra se si ti jeton jetën, e kupton, po. Etikën e punës ti duhet ta mësosh. Fakti që këta nuk e kanë mësuar, do të thotë që kanë mësuar në vendin e gabuar. Pse kanë frikë berberat shqiptarë që të mësojnë gjën e dur? Pse kanë frikë? Këtu nuk di çfarë them, unë mendoj është nga ignoranca. Kjo. Sepse një njeri që mendon tamam dhe zgjuar, thot, ku duhet të mësoj unë zanatin e berberit? Në një shkollë për berbera, jo në një berberhane. Sepse ty nuk mund të mësoj një që vetë ka mësuar, e kupton? Që nuk jep mësuar. Është i vetë mësuar, fiks. Është i vetë mësuar. Ty duhet të mësoj një mësues. Ai në shkollë, nuk të mësoj nxënësit.
Sado që gjithmonë është një nxënës i mirë në klasë, 2, 3, 5, gjithmonë një nxënës ekselent, por ti nuk e kërkon ndihmën nga nxënësit ekselent, ti kërkon ndihmën nga mësuesi, sepse ata dijen e kanë marrë te mësuesi. Kur të prishet makina, shkon te mekaniku. E di çfarë më kujtove me të, kur isha në fillimet e mia për pikturë, shkojsha diku për të ble pajisje pikture, Okay. vete lajo, bojra vajë. Okay. Edhe me atë timen përpiqesha vetë për shumë gjëra që si dije, përpiqesha. Okay. Ndërkohë që ishte ky shici që shiste I kancelarisë. i kancelarisë, edhe më thoshte mu, dëgjoj, përzije këtë bojë me këtë bojë, dëgjoj, kjo të lajë është më mirë për këtë, dëgjoj, kjo fuqja, jo, këta nuk janë bërë kështu, i thëshon, vlla, po ti nga i di gjithë këta gjëra. Thote unë, thote, çdo piktor që vje këtu, thote, momenti që merr diçka, unë e pyes për çfarë hyn punë kjo, për çfarë duhet kjo, dhe ai fillon më shpjegoj, thote, unë jam bëu thosë mësues. Ndërkohë që unë vetë, nga ky tipi i kancelarisë, unë kam mësuar shumë gjëra. Imagjino se sa ka të bëjë pjesa e mësuesit me pjesën e vetë mësuarit. Fiks, sepse një mësues nuk e ka emrin kod fjalën mësues. Di se si t'i japi mësim, di se si ta shpjegoj dhe di se si ndikon tek nxënësi në mënyrën se si i thot gjërat. Patjetër. Ndërsa në berberane ose kudo tjetër, nuk është fjala vetëm për pjesën e berberanes, kudo. Hajde thot ai shikoje si e bëj unë këtë, dhe mësoj edhe ti. Nuk mësohen gjërat me të shikuar. Nuk mësohen gjërat me të shikuar. Para ca kohësh, po mendoja që sa berberane kemi këtu? Janë 5, 6, 7, 10 mund t'jenë. Edhe thash sikur gjithë ishin bashku bashkë, dhe kishin marrë dyqan të madh, do ishte një krye vepër për gjithë lagjen. Do thonë gjithë do punojshin, gjithë do kishin çdo gjë çaj do të shpirti. Plus kësaj do ishte edhe pjesa e socializimit me njëri tjetrin. Në Turqi, ku unë kom net, ishte siç ka qenë këtu lidhja shkrimtarëve, atje ishte lidhja berberëve. Sa lezetshme. Atje nëse ti bëje kurs diku, kudo që ti të mësojshe, pa ta miratu ata që ti je bo berber dhe të lësheshin diplomën, do me thonë me firma, me që merrshin diplomën, i kishe firmat e secilit 4 firma nga lidhja e berberave, ku dëshin se s'bën diplomë që ti të quajshe do me thonë berber, dhe berberat kishin lidhje e dojshin apo nuk e dojshin njëri tjetrin, shkojshin gjatë gjithë kohës dhe takojshin njëri tjetrin, bisedojshin 2-3 gjëra dhe ndryshimi i çmimit ishte i përbashkët. Nëse ndryshonte çmimi diku, në të gjithë lagjen, sepse ishte me zona. Për shembull, nëse me lagje mund të ishte çmimi mbi fjala 8000 lekë, kurse me lagje tjetër ishte 10000 lekë. Po të rriste për shembull çmimi nga 8000 lekë për 10, e gjithë lagja do ta bënte 10. Gjithë. Domethënë diskutonte çmimi, ishte domethënë çdo gjë e përbashkët dhe bisedueshme. Sot ç'a ndodh? Ta berbera që janë gjithë, asnjëri nuk fol me njëri tjetrin. Përkundrazi, kunja, sharje, ofendime edhe gjëra mbas shpinë pa fund. Gjithëve na ka ndodhur që kemi ndru berber. Fjalia e parë që ka thënë berberi që ne kemi shkuar, jo berberi i parë, po berberi i dytë, ka qenë ku e qetëm më përpara ti? Direkt për të shal berberi. Çat pas ka bo? Smira. Papa. Këtu ekziston smira, prandaj nuk këtu për një kohë ekstrem shumë të gjatë nuk do bëhet kjo që the ti. Sepse këtu ai ta hap dyqanin ngjitur me dyqanin tënd vetëm për të marrë ty punën. Ti bën gjërat kastile për të keqen tënde. Nuk ta bën kastile. Nuk ta bën kastile. Ai do të ndihmoj ty që ti mos lodhesh shumë aty te puna jote. Që të marrë gjysmat ai. Po, ti merr ai klientët, ti merr dhe të gjithë. Ose si herë mbaj mend unë që u hap i market ngjitur një marketi tjetër, edhe uli çmimin e gjithë produkteve, ky që hapi të ri i shiste gjithë produktet ai sa i kishte marrë. Edhe falimentoi këtë tjetër. Normalisht. Momentin që ky mbylli, tak i çoi çmimet. Domethënë, kështu e bëte. Po se ka bën me të keq. Jo. Kur? E pa që ai ishte i moshuar. E pa që ai kishte nevojë për të dalë në pension.
e ka Kjo është arsyeja. Fix, Ai fix. tha, ku shko ti më? ai ka menduar për S'bot tjetër. lla, të më shimë njëjtën tha. Po gjë me të familjen, kur do rish ti? Fix. Po me kalamaj. Përse falimentoi pak biznesin A tani. s'bos shpejt e fjalë. shpejt. Mos tani janë këta për shembull, këta berberet e vjetër. Hmm. Vinë këta të rit. Ana ky berber i vjetër ka 250 vjet aty, ka fitu respektin, njerëzit e duan vetëm kur e shohin Për fytyrë, imazh. pa dyqonin atit. Fix. Vjen ky tjetri aty 35.000 euro, 100.000 euro investim aty një të mate dhe thot une myste. Ti o vlla, thjesht i herë bo berberje. Pastaj myte. Pa. Sa të se myt do të kurrë, e kupton? Bo i herë Në profesion nuk e myt bo do të kurrë. berber, filloi i herë merr mëso domethënë ç'është profesioni i berberit, pastaj dilke mytja aty të berberit tjetër, sepse ai i herë berber, gjithmonë berber, e ka me vdek berber. Pa. Kurse ti sa i ke hy, ti nuk e di sigur se ç'a do bësh. Domethënë është ajo pjesa e jetës si puna dallëve dete që të merret çoj herë në herë në kështu janë të rit dhe jo pa arsye domethënë shtëpia ofertave ka punë sa të dush, sepse shkojnë Fix. poltrona berbera është për ditë aty. Po, e vërtet. Kjo Po, është. shiko, ndodhe edhe diçka. Që më përpara të paktën berberat e vjetër që kanë 15-20 vite plus eksperiencë, mendoj që janë berbera që kanë dashur ta bëjnë atë punë, domethënë janë futur atij zanati me dëshirë, e kanë pasur pasion për ta bërë. Ndërsa brezi më i ri, po flasim 5 vitet e fundit, i futen këtij profesioni për lek. Dhe, edhe pse të dy berbera janë, nuk e heq njëri vlerën që janë berbera, po prap është ndryshe nga një person që e bën punën me pasion, me përkushtim, krijon tjetër imazh, krijon tjetër reputacion. Sesa ky tjetri që e bën për lek. Kanë dëgjuar po berberat kanë lek, berberat po bëjnë lek, shife berbera i bleu këtë makinën, berbera i bleu këtë shtëpinë dhe janë fut gjithë. Po, jam shumë dakord. Por që ta duash atë gjë. Sepse nëse ti nuk do ta bësh një gjë por e bën nga zori, asnjëherë nuk ke për ta bërë me pasion dhe me përkushtim dhe asnjëherë nuk ke për dhënë maksimumin tënd. Nëse një gjë nuk bëhet me pasion, ti nuk jep dot kurrë maksimumin tënd. Dhe pjesa e pasionit mendoj që i mungon shumicës së berberave të paktën të brezit të ri. Tani, Gjithë profesionet, domethënë që janë profesionet që janë me shkollë, ti del në punë. Normalisht. Merr një lloj profili pune, po, edhe është e pranueshme të kesh pasion apo jo. Domethënë, sa i përket zanatit, zanati është zgjedhje. po, Në momentin që ti zgjedh për ta bërë atë gjë, do të thotë që ti e dëshiron ta bësh atë gjë. Dhe do japësh përkushtim mund që ta rrisësh atë gjë. Është si puna fëmis, kur vendos me bë fëmijë, po, e ke mbështjell mendjen që do ta rrisësh atë fëmijë, do ta çosh deri në fund. po. Në momentin që ti ndjek zanatin dhe jo punën si punë zakonshme, atëherë ti duhet përkushtohesh. Në momentin që ti e merr për lek, sepse zanati çka ka, ti trego dashuri ndaj profesionit që ke, përkushtim, edhe leku do të vi sa s'po. Vjen benefitet e veta. Nëse ti kërkon lekun para se të japësh, nuk mund të marrësh. Pikërisht. Kjo po ndodh sot. Do thonë ai fillon dhe kërkon të marrë nga dyqani, Po. sa hap shepenin, do lek. Kërkon 10 veta në radhë që po e presin. Ose unë kam investu tash kur do t'i marr mbrapsht paratë e mia. Fiks. Do thonë njeriu kur investon, leku investum, sepse në gjithë botën funksionon që mblidhet kapitali i fëmisë që kur lind dhe këta janë lek për fëmin. Edhe pastaj ai ata i bot diçka për vetën e vet. Nuk është lek që duhet ta marrësh mbrapsht atë gjë që ke investuar. Ai aty fillon starti jot. Fiks. Është lek sepse se ke mbledh vetëm zotri. Nuk mundesh dot ti tash të kërkosh të marrësh mbrapsht lekët që ka humbur baba jot për ty me hap dyqan. Domethënë dyqani të shap nga baba dhe baba ka gjithë jetës që punon për të hap dyqanin. Përfitimi i babës është një djalë jo parazit, një djalë i suksesshëm. Jo të marri pra baba lekët që hudhi. Nuk kemi bank neve. Tamam. Këtë nuk po kupton njerëzit. E hap atë, futet në punë aty, ka hudh 15.000 euro në dyqan, edhe shkon në shtëpi aty i thon ata të shtëpisë.
Qeti njëri? Një vetë. Një. S'pas ka pun fare. Po kot fare, edhe si ja ka haberin dhe është kjo pjesa e ignorancës. Ignoranca përfundimisht vllai është një smundje që ka zgjidhjen, po e merr ai që do ta marrë dhe ai që s'do ta marrë, ai do rri gjithë jetës ignorant. E them edhe herës tjetër si ka thënë Marku që të lindesh, durohet tha, po të vdesësh i tillë tha s'durohet që kështu. Fiks. Ata që duan të vdesin budallë, le të vdesin vlla shu, por ne do të diskutojmë halle tjera më të mëdha se kjo në episodin e ardhshëm. Më falni se më tha pyti. Prit, Po. të japim mesazhin e fundit për ignorancën. Po, bujë, drejtohu nga kamera atje dhe hipe. Ke luftuar gjysmën e ignorancës në momentin që e ke marrë vesh që je ignorant. Nga unë, Ledion Liço, natë mirë.